Përshëndetje të gjithave. I dashur kryetar, të dashura shoqe. Unë jam Naria Qezari, po jam socialiste si të gjithë juve. Por sot jam e nderuar dhe privilegjuar që të hap këtë takim të madhështor dhe kaq të bukur. Mes kaq grave dhe vajzave që janë zemra dhe forca e familjes, po janë dhe zemra dhe forca e Partisë Socialiste. Ne jemi partia që e kemi vërtetuar me vepra se gratë dhe vajzat meritojnë më shumë mundësi, më shumë mbështetje dhe më shumë fuqi për të vendosur. Fal vizionit dhe udhëheqjes së kryeministrit tonë të dashur Edi Rama, Shqipëria sot ka një përfaqësim politik në të gjitha nivelet, që nga qeveria, që 50% dhe mos më shumë janë femra që na drejtojnë, dhe në të gjitha nivelet. Fal vizionit dhe udhëheqjes së kryeministrit Edi Rama, Shqipëria sot ka të gjitha gjërat e mrekullueshme. Duke parë këtë satë të mbushur me kaq energji dhe kaq bukuri, më erdhi t'ju them që pikërisht kjo është forca jonë, sepse jemi të gjitha së bashku, të gjitha që nga 18 vjeç, 18 që kur lindin janë socialiste derisa tash. Forca që na bashkon të gjithëve është edhe për bashkimi i moshave të reja me i brezave. Vajzat, por ka një gjë që është ndryshe nga të tjerat, që ne japim eksperiencën, ato na japin fuqinë, na japin energjinë dhe i kemi lidhur njëra me tjetrën në mënyrë të përsosur. Ju të gjitha jeni, besoj, punoni për Partinë Socialiste të gjitha dhe i dini vajzat tona, sepse vajzat tona, mbesat tona të gjitha janë socialiste dhe mendojnë vetëm për Shqipërinë. Unë edhe ju bashkë me mua, se s'mund të them për vete, po dhe ju bashkë me mua, jemi krenar për forcën e grave në Partinë Socialiste. Dhe besojmë fort se këto zgjedhje do jemi ne që do ta përcaktojmë fitoren e pa diskutueshme të Partisë Socialiste. Dhe do ta çojmë Shqipërinë në Europë, atje ku e ka vendin do jetë flamuri ynë dhe targeti Albania. Ne jemi një forcë që nuk ndalemi, sepse aty ku ka gra dhe vajza të angazhuara, aty ka zhvillim, drejtësi dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë. Por aman, kush e bën këtë? Vetëm Partia Socialiste, vetëm kryeministri ynë Edi Rama. Por mos harroni që dhe ne duhet të fillojmë tani. Tani jemi forcë e madhe të gjitha gratë që t'i bashkohemi Edit dhe të realizojmë atë që kemi premtuar. Fitore spektakolare për Shqipërinë. Faleminderit të gjithave, faleminderi Edi që na frymëzon edhe na çon përpara. Të dashura, nëna, motra, gra dhe vajza socialiste, gëzuar 8 marsin dhe falemnderit që jemi sot këtu të gjitha bashkë. Falenderimin e parë e kam për ju. Ju që jepni kontribut në familje, në profesionin tuaj, në shoqëri dhe pa dyshim edhe në familjen tonë të madhe socialiste. Gjatë gjithë kësaj periudhe që kam privilegjin të jem sekretare e gruas në Partinë Socialiste, kam udhëtuar në të gjithë Shqipërinë, në të gjitha bashkit. Kam takuar shumë prej jush, që nga ato gratë me shumë përvojë, që nga themelimi i Partisë Socialiste, që kanë kaluar kaq shumë sakrifica e beteja,
e deri tek ato vajzat më të reja që na janë bashkuar muajt e fundit. Më impresionon gjithmonë forca juaj, vullneti juaj, pasioni juaj. Ju jeni forca dhe zemra e Partisë Socialiste. Edhe pse holli Pallatit Kongreseve sot është mbushur plot, ne jemi shumë pak në krahasim me kaq shumë gra dhe vajza që i kemi në të gjithë Shqipërinë. Prandaj që këtu i falenderojmë të gjitha me zemër për kontributin që japin. Së dyti, dua të falenderoj të gjitha ato gra dhe vajza që kanë pozicione të larta drejtuese, që janë ministre, zëvendës ministre, që janë deputete, drejtoresha. Sigurisht që shumë kush mendon që ky është vetëm një privilegj. Në fakt është privilegji më i lartë që mund të ketë një grua për t'i shërbyer vendit. Por mos harroni, unë e di shumë mirë që është dhe një sakrificë e madhe. Sot është shumë e vështirë, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë, që t'jesh një grua në politikë, të jesh një grua në jetën publike, sepse ka kaq shumë baltë, ka kaq shumë gjuhë urrejtje, duhet sakrificë, duhet këmbgulje, dhe në fakt shoqet tona po e përballojnë këtë me shumë sukses dhe meritojnë të gjithë respektin ton, meritojnë solidaritetin, mbështetjen dhe mirënjohjen ton. Dhe së treti, jo nga radha, dua të falenderoj kryetarin e Partisë Socialiste, kryeministrin Edi Rama, që na mbështet dhe na promovon të gjithave. Në qoftë se ka një moment kthese në Shqipëri, kur gratë dhe vajzat janë përfshirë më shumë në jetën politike, në jetën publike, është pikërisht merit e Partisë Socialiste dhe veçanërisht e kryetarit ton Edi Rama. Dhe ajo që vlerësoj më shumë është fakti që na mbështet jo vetëm se jemi gra, jo vetëm për shkak të kuotave, po sepse beson vërtet tek ne. Ai beson tek forca jon, beson tek energjia jon, sepse nuk duam ne të jemi të privilegjuara se jemi gra, por ne duam që të mos diskriminohemi se jemi gra. Ne nuk duam diçka të pamerituar, por ama ne duam që atë që meritojmë të mos na e mohojnë pse jemi gra. Dhe pikërisht për këtë e falenderojmë kryeministrin dhe kryetarin e partisë. Dhe në fund fare kam një thirrje për të gjitha ju. Zgjedhjet e 11 majit nuk janë zgjedhje të zakonshme. Nuk është gara e radhës ku ne hymë si gjithmonë për të fituar. Fitoria e 11 majit është e vetmja garanci që ne të vijojmë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Është e vetmja rrugë për të ecur përpara. O e bën Partia Socialiste, o nuk e bën asnjë forcë tjetër. Prandaj është përgjegjësia jonë që të punojmë të gjitha së bashku për një fitore më të thellë se çdo herë tjetër, që ta ngjisim Shqipërinë në majën që meriton, që flamuri kuqezi të valvitet atje në Bruksel bashkë me të gjithë flamujt e vendeve të Bashkimit Evropian. Gëzuar 8 marsin gjithave. Gëzuar 8 marsin të gjithave. Kam shumë kënaqësi që jam sot mes jush dhe mes modeleve që gjitha ju përfaqësoni. Çdo diskutim dhe çdo bisedë në një ditë me kaq rëndësi si kjo e sotmja, për rolin e grave, një rol të padiskutueshëm në shoqëri, në fakt shpesh herë shkon drejt një retorike që absolutizon rolin e gruas, pa marrë në konsiderat rolin kyç që kanë të gjithë djemt, burrat dhe të gjithë ata që na mbështesin në përditshmëri. Nuk jemi këtu sot në 8 mars për të ngritur një agjendë vetëm për gratë, por një agjendë për Shqipërinë për gratë. Por jemi këtu sepse historia na ka mësuar gjithashtu një të vërtetë të thjeshtë dhe të pamohueshme. Asnjë e drejtë, asnjë hap përpara, asnjë zhvillim i qëndësishëm në mirëqenie nuk ka ardhur pa kërkesën, pa luftën dhe pa kontributin e të gjitha grave dhe vajzave shqiptare. Kam fatin dhe përgjegjësinë e madhe të dëshmoj këtë vërtet çdo ditë me të gjitha kolegët e administratës,
Pa kurfar hezitime, mund them që administrata publike shqiptare qëndron mbi forcën e grave dhe vajzave shumë profesioniste. Prej vitesh tashmë, mbi 55% e të gjithë administratës janë gra dhe vajza. Jo fal ndonjë kvote, as fal ndonjë favorizimi, por sepse ato kanë treguar që i përkasin misionit të shërbimit publik. Nuk e them këtë për të mikluar me shifra një ditë si kjo, por e përmend se kam bindjen reale që kjo është një dëshmi e pastër e aftësisë, e përkushtimit dhe sakrificave të gjitha vajzave dhe grave, kudo që ato i kanë dedikuar shërbimit publik. Dhe teksa kjo ngjan krejt e natyrshme, pasi historia e ka lidhur rolin e gruas me shërbimin, por jo patjetër me drejtimin, e tashmja dhe ardhmja jonë këtu në Shqipëri, në fakt flet krejt ndryshe. Sot në Shqipëri, për fat, kemi shumë modele të grave eksperte, të grave drejtuese, të grave reformatore, po dhe të grave ministra. Ato janë garancia që shërbimi publik do të funksionojë dhe funksionon me seriozitetin që i duhet shtetit modern evropian që po mundohemi të konsolidojmë të gjithë bashkë. Kjo nuk është një nevojë për protagonizëm, për asnjë nga gratë, por një zgjedhje e qëllimshme për të jetuar çdo ditë vlerat e të cilat ne besojmë dhe për të jetësuar të gjitha ato rezultate që ne aspirojmë. E shoh te kolegët e mia, te të gjitha gratë e kësaj familje të madhe politike, te të gjitha ato që punojnë me shumë pasion dhe që nuk dorëzohen pavarësisht sfidave dhe vazhdojnë të gjithë rrugtimin përpara. Gra që si të gjitha ne janë dedikuar me mish dhe me shpirt për të bërë më të mirën, me dëshirën e mirë dhe të madhe, po dhe me thellësinë se shumë ende kemi për të bërë në rrugën e transformimit drejt më të mirës së mundshme. Dhe për të rikthyer mesazhet fillimit, një falënderim i veçantë sot shkon për të gjithë ata djem dhe burra që në përditshmëri mbështesin gratë në punë, në biznes, në shtëpi dhe që i fuqizojnë dhe i promovojnë ato. Por mbi të gjitha, ato që janë krenar për gratë me të cilat ndajnë jetën e tyre personale dhe profesionale, dhe jo vetëm që e mendojnë, por e thonë atë çdo ditë dhe jo vetëm në 8 mars. Dhe për ta përmbyllur, nuk kam dyshim që në çdo orë dhe çdo ditë të rrugtimit evropian të Shqipërisë, në këto kilometra të fundit që na kanë mbetur, do të mbështetemi te të gjitha ju. Jeni ju shtylla kurrizore e kësaj shoqërie, shtyllë që qëndron drejt pavarësisht çdo përthyrje dhe pavarësisht çdo vështirësie. Shumë faleminderit të gjithave sot dhe çdo ditë. Përshëndetje që të gjithëve. Unë jam Kiduina Zaka dhe sot qëndroj para jush si një vajzë nga Lushnja, si një bi, si një motor, si një shoqe, si një profesioniste. Jam shumë krenare që sot ndodhe mes grave, për më tepër grave socialiste. Dhe e di që shumë prej jush këtu kanë shumë herë më tepër role se ato që unë përmenda. Role të cilat kërkojnë përkushtim, vullnet dhe shumë dëshirë për të përmbushur. Dikur, zëvendës kryeministra Belinda Balluku ka bërë një analogji shumë të bukur mes Shqipërisë dhe gruas që për hir të vërtetës më ka mbetur në mendje dhe nëse më lejon sot dua ta vazhdoj dhe unë atë analogji. Ajo ka thënë se Shqipëria është një grua, ja kështu si ju, e cila për vite me radhë ka jetuar mes vuajtjesh dhe sakrificash. E njësoj dhe gratë kanë luftuar fort për të fituar të drejtat e tyre. Dhe po njësoj sot, gratë janë si Shqipëria. Ashtu si kurse Shqipëria po zhvillohet me ritme të shpejta dhe po forcon pozitën e saj në arenën ndërkombëtare, edhe gratë kanë rritur rolin dhe përfshirjen e tyre në shumë fusha të jetës. Kur isha e vogël, ime më thoshte mos hiq dorë kur nga gjërat që ti do, por lufto fort, sepse ti mund t'ja dalësh, sepse ti ke forcë, sepse je grua. E në fakt, vite më vonë, unë kuptova se forca për të cilën ime më fliste, nuk ishte të bënte me forcën fizike, por kishte të bënte me forcën më të madhe, ato që buron këtu, prej së brendshmi, prej zemrës, prej shpirtit të secilës prej jush. Është forca që çdo nën mbron fëmijën e saj,
forca që çdo bashkëshorte kujdeset për familjen e saj, forca që çdo grua shton parimet në një shoqëri. Prandaj, unë dua të falenderoj secilën prej jush këtu sot për çdo kontribut dhe çdo sakrificë që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni. Dhe sot, më shumë se kur, unë ndjem krenare që jam një grua, për më tepër një grua socialiste, një grua pjesë e një komuniteti që janë zemra e PS-s, që bëjnë ndryshimin rrënjësor dhe patjetër do japin kontributin më të madh në fitoren historike të 11 majit. Faleminderit dhe më lejoni që t'jap fjalën kryeministrit zotit Edi Rama. Edi Rama, Edi Rama, Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe duke ju parë të gjithave këtu, po mendoja qa do ndodhe me burat dhe qa do ndodhe me djemt tuaj nëse ju për një muaj nuk do ktheheshit në shtëpi. Po, për një javë, po imagjino për një muaj. Dhe në fakt, kjo është në mënyrë të thjeshtë e vërteta e ekuilibrit të çdo shtëpie, që pa gruan është faktikisht pa qati, dhe e vërteta dhe e ekuilibrit të çdo shoqërie, siç është edhe shoqëria jonë, që nëse sot ka shumë më tepër vend për gratë dhe për vajzat në të gjitha nivelet e vendimarrjes, por edhe në të gjitha hapësirat e jetës aktive, kjo i detyrohet në radh të parë një emrit vetëm Partisë Socialiste të Shqipërisë. Një grua shqiptare që ju e keni dëgjuar të gjitha, Elena Gjika, ose siç njihet ndryshe Dora Distria, thoshte çdo shoqëri matet me vendin që i ka rezervuar gruas. Dhe nëse ne përpiqemi ta matim Shqipërinë me vendin që i ka rezervuar gruas, atëherë unë mendoj se i gjithë progresi në zgjerimin e hapësirës për gratë është në fakt pasqyrë kuptim plot e vetë progresit që ka bërë Shqipëria, dhe për këtë ne, socialistët dhe socialistet shqiptare, i kemi të gjitha arsyet të jemi më krenarë se gjithë tjerët. Dhe duke vazhduar me Dora Distrian, ajo thoshte të luftosh dhe të fitosh për gratë, do të thotë të luftosh dhe të fitosh edhe për burrat. Dhe natyrisht, unë e thash me fjalë tjera në fillim, por pa asnjë diskutim që sa më të forta të jenë gratë, aq më të fortë janë burrat. Dhe sa më të dobta të jenë gratë, aq më e dobët është fuqia në dukje e burrave. Por, midis dy fuqive ka një dallim shumë të madh. Se kur gratë janë të forta, burrat janë të fortë, po janë dhe të urtë. Në kuptimin e marrjes kohës për të thënë fjalën e fundit. Kur gratë janë dobta, burrat
janë të dobët, por shumë agresiv. Dhe besoj që duke zgjeruar hapësirën për gratë, duke fuqizuar gratë, duke i dhënë grave më shumë vend në të gjitha nivelet e përfaqësimit, faktikisht ne të gjithë së bashku luftojmë për t'i bërë burrat më të vetëdijshëm, për t'i bërë burrat më të arsyeshëm dhe për t'i bërë burrat më të urtë në kuptimin e mençurisë, jo thjesht në kuptimin e lepepeqes. Dhe thënë gjitha këto, unë dua t'ju them se në vigjilje të një sfide shumë të madhe që Shqipëria ka, jo Partia Socialiste. Partia Socialiste ka barrën e saj të pa shmangshme në këtë sfidë. Por në 11 maj, Shqipëria ka një sfidë. Ka sfidën për të mos humbur as një minutë në një proces ku rrethanat tonat brendshme dhe rrethanat e brendshme të Europës janë bërë një, dhe për herë të parë në historinë tonë mundësia për të bërë pjesë e familjes europiane është reale dhe është e gjitha në duart tona, në duart e shqiptarëve. Dhe në këtë sfidë të Shqipërisë, kur ne po përgatitemi që të hymë në fushën e betejës elektorale, unë duhet ju them se ndryshe nga të tjerët që kanë grumbulluar të gjitha rraqet mashkullore të Shqipërisë në emër të një madhështie që Zoti e di se ku është, se gjëja më madhështore që unë shoh në ata anë janë mustaqet e Kujtim Gjuzit. Po, e vetë mja gjë madhështore. Shikojni mustaqet e Kujtim Gjuzit dhe aty e keni kartë vizitën e madhështisë së asaj bauleje me rraqe, ne do të kemi një qasje krejt tjetër. Ne, burrat, ata që kanë marrë nga Partia Socialiste mandate, do t'i hedhim në fush që të meritojnë mandate. Ndërsa, gratë, do t'i ndajmë në 2 pjesë. Gratë që do t'jenë nikoqiret e gjithë këti procesi të 4 viteve të ardhshme dhe që do t'a marrin përfaqësimin e Partisë Socialiste me mbështetjen e të gjithëve ne në pjesën e mbyllur të listave dhe pastaj vajzat që do t'jenë pjesë edhe e listave të hapura, ndërkohë që në listat e mbyllura ne do të kemi djem, do të kemi vajza, do të kemi gra që janë forca e të res, janë forca e gruas, janë forca e një Shqipërie që shikon përtej 2030-ës. Ndërkohë që në gjithë pjesën tjetër të skuadrës do të përfshim të gjitha energjit, eksperiencat dhe patjetër edhe të gjithë burrat luftar do t'jenë aty për të shkuar dhe për të fituar në territor vota për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Tani sot është 8 marsi, dhe ishte 7 marsi. Dhe ju e dëgjuat që në ditën e mësuesit, në ditën e mësuesave, jehoi një thirrje për të gjithë fëmijët e Shqipërisë për mos shkuar në shkollë. Të gjithë fëmijët u ftuan nga Kujtim Gjuzi që të mos shkojnë në shkollë. Dhe prindrit u ftuan që të mos i lënë fëmijët të shkojnë në shkollë. Ditën e hënë. Dhe të shfaqin të gjithë madhështinë e marrëzisë për të protestuar pse do mbyllet TikToku.
Kjo është një mënyrë që nuk ka nevojë për asnjë koment, nuk ka nevojë për asnjë argumentim, nuk ka nevojë për asnjë fjalë më tepër, por që në vetvete u thot në radh parë të gjitha nënave, pavarësisht nëse janë socialiste, demokrate, me parti, pa parti, janë në Shqipëri, janë në Itali, janë në Greqi, janë në Australi, që nga çfarë duhet të ruhen në 11 maj. Dhe çfarë duhet të kenë parasysh në 11 maj. Sepse në 11 maj, kush voton, duhet të ketë parasysh që ka në dorë të bëjë dy gjëra. Ose të jap mbështetje Shqipërisë për të vazhduar pa humbur asnjë ditë negociatat për anëtarësim me Bashkimin Evropian në një kalendar super ambicios që mbyllet në 2027 i dakorcuar bashkë me ta, ku 1.000 veta, shumica gra, me qëra fjala, edhe procesin e anëtarësimit ton në negociata e drejtojnë 2 vajza, Majlinda me Adean që foli këtu, pra 1.000 veta që janë ullur atje dhe që nuk duhet humbin as 1 minut me luhatje, ose votën ta përdorin për ta hedhur në knet. Kjo është shumë e qartë, nuk ka më të qartë se kaq. Dhe edhe një gjë tjetër. Lajthitja e madhe e thirrjes për të mos shkuar në mësim fëmijët dhe prindrit për t'i mbajtur fëmijët në shtëpi që mos shkojnë në mësim sepse do mbyllet TikToku, tregon në fakt se sa rreziqe tjera mund të presim nga një mendje e ikur për terital. Kështu që unë besoj shumë në radh parë tek qetësia dhe tek mençuria e grave. Nuk është e rastit, dhe unë jam shumë krenar për këtë, nuk është e rastit që Partinë Socialiste e votojnë më shumë gratë se sa burrat. Nëse do votonin vetëm gratë në Shqipëri, ne do merrnim 90 deputet. Dhe këto janë shifrat. Dhe të them drejtën, nëse unë duhet të zgjedh midis votës së një gruaje dhe të një burri, do thoni ju po vota, unë them votën e gruas. Sepse është më shumë se sa një vot. Është një vendim. Gratë, në shumicën ndërmuese, nënat, nuk janë tifoze. Burrat janë tifoz, janë skandalos. Gratë nuk janë tifoze. Janë nëna, janë motra, janë bija që kanë të lindur brenda vetes, kujdesin për atë që vjen nesër. Keni parë ju gra që të shkojnë të luajnë bixhos? Keni parë gra ju që të hedhin në Zara, në bingo? Keni parë gra ju që të futen online, edhe vajza që të futen online dhe të luajnë Lora Fati? Si shpjegohet kjo? Si ka mundësi që gratë nuk i besojnë Fatit në letra edhe në Zara? Sepse gratë e ndërtojnë Fatin. Që jo unë do ta përsëris edhe sot dhe gjatë gjithë rrugtimit drejt 11 majit, thirrjen time për të gjitha gratë që i kanë burrat demokrat. Burrat mbajnin në shtëpi në 11 maj, jo fëmijët për shkuar në shkollë. Se me tifozllëkun e tyre, ata janë në gjendje të marrin qafë, mirë veten se po morën qafë veten nuk na bëjnë ne në një dëm të madh, po të marrin në qafë edhe fëmijët, të marrin qafë dhe familjen, dhe patjetër
do merrnin në qafë dhe vendin, po vendit nuk kanë çaj bëjnë. Sepse shumica dërmuese më e madhe se asnjëherë tjetër do të votojë për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Tani nuk ka këtu vend më të mirë për të shpjeguar me dy fjalë se sa e rëndësishme është që ne të hymë në Bashkimin Evropian dhe të hymë tani që na është krijuar kjo mundësi. Sepse hyrja në Bashkimin Evropian nuk varet vetëm nga ne. Dhe ju e keni parë, e keni ndjekur. Ne i kemi bërë detyrat e shtëpisë dhe më përpara, po dilte njëri e dilte tjetri dhe na pengonin. Jo po kjo, jo po ajo. Sot janë përputhur gjërat dhe sa duam ne të hymë, ai duan dhe ata që na fusin brenda. Por kjo nuk është e thënë një drejt aty për gjithmonë. Kjo është koha që ne të shfrytëzojmë të mundësi. Dhe duke hyrë në Bashkimin Evropian, në radhë parë, të gjitha ju, të gjitha nënat e këtij vendi do të garantojnë për djemtë e tyre, për vajzat e tyre, diçka që garantohet vetëm duke u bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Që lirit individuale në këtë vend nuk do t'i cënoj do të më askush dhe nuk do të ketë më asnjë lloj bufi kënete që mund të rizgjohet e mund të ringjallet që të preki lirit individuale të djemve dhe vajzave të këtij vendi. Kur ne hymë në Bashkimin Evropian, nuk do ketë më dhe aq rëndësi se kush qeveris këtu. Po për sa kohë ne nuk kemi hyrë akoma atje, se kush qeveris këtu është themelore. E dyta, ne sot jemi në një situatë ku në Shqipëri po ndodh diçka që s'ka ndodhur kurrë më përpara. Dhe për këtë arsye krijohet edhe një zhurmë shumë e madhe. Dhe ndërkohë këneta shpërthen, këneta politike, këneta mediatike shpërthen çdo natë. Sa herë që lufta kundër korrupsionit drejtohet ndaj dikujt që është i lidhur me pushtetin politik të Partisë Socialiste. Por ama duhet vetëm shumë pak distancë, duhet vetëm shumë pak qetësi, duhet vetëm shumë pak arsyetim për të kuptuar se gjithë kjo që po ndodh është vepër e Partisë Socialiste. Nuk ka ndodhur ndonjëherë më përpara. Që nga 1912 që cili do qoftë i lidhur me pushtetin politik të shkoj përpara një prokurori të pavarur dhe përpara një gjykatësi të pavarur, të hetohet dhe deri dhe dënohet. Pse po ndodh sot kjo? Sepse Partia Socialiste, ne të gjithë bashku, me vendosmëri bëm një reformë në drejtësi që nuk e ka bërë ende asnjë vend në rajonin tonë. Kur ne morëm detyrën, ishim të fundit fare në trenin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Edhe na thoshin janë pararoj këta, janë pararoj ata. Ku janë tani ata të pararojës? Jemi ne lokomotiva tani në të gjithë rajonin dhe jemi ne më afër të gjithëve për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe një nga gjërat që ne bëm ishte pikërisht kjo. Vendosëm të dorëzojmë tek drejtësia shpatën e ndëshkimit që gjithmonë e kishte mbajtur qeveria. Kush ka hyrë përpara në procese hetimi dhe në procese ndëshkimore që nga 1912 ka hyrë me urdhër nga lart. Janë burgosur në Shqipëri, janë pushkatuar, janë varur ministra, po ka ndodhur sepse ka ardhur urdhri nga lart. Sot nuk ndodh lufta kundër pandëshkueshmërisë historike me urdhër nga lart. Sot ndodh sepse ne shpatën e ndëshkimit ja dorëzuam drejtësisë. Që do të thotë, duke hyrë në Bashkimin Evropian, kjo është e dyta gjë që garantohet një herë për gjithmonë. Dhe nuk varet se del një buf kënete dhe thotë do shkri spakun. Apo se del
një specie tjetër edhe përbetohet se do shkri drejtuesin e SPAK-ut, apo se dalin të gjitha speciet bashkë dhe premtojnë se me votën që do marrin, do ta kthejnë mbrapsh reformën drejtësi, do me thënë do kthejnë mbrapsh Shqipërinë. Nuk ndodh më kur të jemi në Bashkimin Evropian. Nuk varet më fati i askujt këtu në këtë vend dhe fati i vendit nga çit teket njërit e çit teket tjetrit që synojnë kreun e vendit. Kjo është e dyta. E treta, pse duhet ne të hymë tani në Bashkimin Evropian, është që standardet e bashkëtesës në të gjitha nivelet janë të garantuara. Nuk los do të më kush me to. Dhe nga ana tjetër, kini parasysh se ju jeni ato që mbani shtëpinë, nuk e mbajnë burrat shtëpinë. Burrat japin kontributin e tyre, patjetër, se tani larg qoftë tani ju e burrat ju duhen, nuk diskutohet se nuk po thot njeri që por juve e mbani ekuilibrin, juve i dini llogarit. Kur hym në Bashkimin Evropian, ne jemi vend përfitues. Bashkimi Evropian është një familje e madhe që ka dy kategori. Kategorinë e kontribuesve që janë më të mëdhenjt, më të pasurit, më të fuqishmit, që japin nga xhepi i tyre për Bashkimin Evropian, dhe kategorinë e përfituesve që janë më të vejtlit, më pak të zhvilluarit, ata që kanë më shumë nevojë si puna jonë, që marrin nga këto kontribute. Pra, momenti që ne hymë Bashkimin Evropian, përveç buxhetit, nga të ardhurat, nga taksat dhe nga ato pak ndihma, ne do kemi një buxhet tjetër, që do t'jetë buxheti i vendit përfitues. Dhe këtë do ta kemi sa po bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Prandaj na duhet tani parafityroni që të gjitha këto t'i vësh në diskutim për mustaqet e Kujtim Gjuzit. E kuptoni se çfarë është kjo? Se nuk po numëroj tjerët, se thash, Kujtim Gjuzi është figura më domethënëse dhe mustaqet e tij janë vetëm një gjë madhështore në atë sport karavidesh, mbeturinash të historisë dhe produktesh të një kënete që nuk i është ndarë Shqipërisë që nga 1912. E fundit që kam është fjala e një gruaje shumë të madhe, që thoshte, nëse do të bësh muhabet, bëhe me burra. Nëse do të mbarosh punë, shko me gra. Dhe ajo ishte një grua e madhe, i vuri gjithë burrat në rresh, me thënë drejtën. Margaret Thatcher i nuk mori asnjë grua ajo në qeveri. Nuk mori asnjë grua në qeveri, po se në fakt kur je këtu dhe ju shef juve të gjithave, kur juve s'keni në i burë që t'ju bashkoj, pastaj filloni ndajeni. Por ajo që ka rëndësi për te i shakas është që unë kam shumë besim dhe pres shumë nga ju që në 11 maj ne të arrim fitoren e 10 radhazi, por jo thjesht fitoren e 10, se ajo nuk diskutohet, por fitoren e 10 me notën 10. Dhe jini krenare për çfarë kemi bërë dhe kini besim për çfarë duhet bëjmë akoma. Jini krenare për sa shumë kemi arritur. Kemi pasur një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliardë euro. Sot e kemi 25 miliardë euro, 2 herë gjysmë më shumë. Kemi pasur të ardhura për frym më pak se 4.000 euro, sot i kemi mbi 10.000 euro. Nuk janë mjaft akoma, por janë shumë më shumë se qishin dhe do t'i bëjmë më shumë akoma. Dhe sot e kemi një pagë mesatare në sektorin publik që s'mund ta imagjinonte kush se do t'ishte paga e vitit 2024, mbi 900 euro. Do t'a bëjmë edhe më shumë. Ne duam që në Shqipërinë 2030 paga mesatare të jetë një pagë ku e ku mbi 1.000 euro. Dhe do të arrim të gjë.
edhe në sektorin publik, edhe në sektorin privat. Dhe jini krenare edhe për atë që po ndodh në luftën kundër korrupsionit. Edhe mos i dëgjoni fare ata që thonë, jo po ja u morën të gjithë, jo ja u kapën të gjithë. Ne jemi pa emigrantët, jemi afro 800.000. Bashkë me emigrantët, ne do t'i afrohemi 1 milionve. Kështu që njësoj si ju, që kujdeseni për pastrimin e shtëpisë, edhe ne në mënyrë të vazhdueshme do ta pastrojmë shtëpinë tonë. Në mënyrë të vazhdueshme do ta bëjmë shtëpinë tonë vendin ku çdo kush të ketë atë që meriton dhe kushdo që do të hajë të tjerët mbas shpine të mund të largohet nga shtëpia dhe të shkojë aty ku e meriton. Kjo është rruga jonë. Nuk kemi asnjë rrugë tjetër. Krenar për Partinë Socialiste, krenar për Shqipërinë dhe krenar për ju, për të gjitha ju, për të gjitha gratë shqiptare, për të gjitha nënat shqiptare, për të gjitha vajzat shqiptare, nuk ka rëndësi socialiste demokrate, ju uroj të gjithave gëzuar 8 marsin. Gëzuar 8 marsin. Dhe të luftojmë të gjithë bashku që gratë bëhen më të forta, që burrat bëhen më të mençur. Faleminderit.